normal që jemi gati edhe dihet synimi i vllaznisë. Janë 3 pikë, kështu që shkojmë nesër për 3 pikë të radhës. Besoj se flamurtari ka cilësi, edhe nuk janë me ato, nuk i meritojnë vetëm 2 pikë që kanë, kështu që ne jemi të motivuar jo vetëm me flamurtarin, po si me çdo ndeshje, kështu që jemi të ikë për 3 pikë të radhës edhe asgjë më tepër. E vlerësojmë flamurtarin si ekip, kanë cilësi, po për neve, si thash edhe më herët, është synimi vetëm 3 pikë. Po, si varet cilin ekip e kemi kundërshtar, kështu që do t'i përshtatim pak edhe kundërshtarit ton, po ne e kemi lojën ton, kështu që do shkojmë flamurtar për 3 pikë të radhës, edhe i shoh çunat se janë të motivuar. Nuk kemi pas kohë shumë me festu për ndeshje me Tiranën, kështu që do të më shku nesër për 3 pikë të radhës. Po më i lecuar është për 3 pikë që i morëm me Tiranën, kështu që goli është vetëm një çershi mbi tort, po jam i gëzuar se i ndihmova ekipes me 1 gol. Po, besoj se ishte ndeshja më e mirë prej që ka marrë këtu, po për formacionin e javës nuk di ç'a them. Ka njerëz tjerë që vendosin, kështu që unë jam i fokusuar vetëm te loja. Jo, nuk është kjo forma më e mirë, kështu që do të jap maksimumin çdo ndeshje dhe e shoh edhe vetë se në stërvitje nihem mirë, çdo ndeshje që luaj më ndihmon. Siç kam thënë në intervistat e kaluara me treneri, beson shumë mu, edhe jam shumë i lumtur se ka marrë te vllaznia. Po do ketë me siguri edhe ndeshje më të mira se me Tiranën. Në fillim ka qenë diçka e re për mu, po çdo ditë tash edhe një herë, çdo ditë jam ndi mirë më mirë në stërvitje, kështu që tash e ndi veten shumë mirë në atë pozicion edhe mund të them se ndihem më mirë si mbrojtës i djathtë apo me fushor i djathtë. Nuk do ndikoj se siç thash edhe një herë treneri është na fol çdo ditë, nuk po na lë me ngrit kokën, kështu që i shoh thash edhe një herë i shoh çunat që jemi të motivuar shumë edhe nuk e meriton flamurtari me çan atë pozitë ku është, se ka me të vërtet cilësi. Kështu që për neve është veç një ndeshje e radhës edhe do të mi marrë 3 pikë, pa marrë parasysh se në çfarë pozite janë ata. Diçka e re, po shumë mirë. Shumë mirë, mund të them se jam të undi mirë, u adaptova shumë shpejt, djem kam prit mirë edhe inshallah vetëm me fitore. Po, normal, ka shumë cilësi, kështu që mund të them se 4-5 ekipe nuk kanë shumë dallim njëra me tjetrën, kështu që mund të rrifesh nga çdo ekip edhe mund të fitosh nga çdo ekip, kështu që mund të them se ka cilësi. Atmosfera është shumë e mirë edhe jemi të fokusuar veç në futboll. E di si është euforia, kam gjuajtur gjithçka, po mund të them se deri tash jemi tu jetë shumë mirë.